Në ditën e dytë të manifestimit, ura me triharqe në shtëpinë e Europës, mbajti ligjërat mjeshtri i madh Gazmend Leka mbi legjenda dhe baladat shqiptare si dhe përqasjen me popull tjerë. Ai është një artist shqiptar i njohur, piktor, grafist dhe skenograf. Ai ka një karrierë të gjatë në artet pamore dhe është vlerësuar për stilin e tij të veçantë figurativ dhe për kontributin e tij në artin bashkëkohor shqiptar. Leka ka qenë gjithashtu pedagog në Akademinë e Arteve në Tiranë, ku ka ndikuar në formimin e shumë brezave të rinj artistësh. Ai njihet për përdorimin e simbolikës dhe elementeve mitologjike në veprat e tij, si dhe për përkushtimin ndaj temave kombëtare dhe shpirtërore. Gazmend Leka ka realizuar edhe ekspozita të shumta brenda dhe jashtë Shqipërisë. Takojmë dhe një emër të rëndësishëm, unë personalisht ka kohë që dua ta takoj dhe të bisedoj me të, përveç asaj që ja kam përcjellur intervistat online me gazetarë të tjerë që i ka bërë, dhe sidomos më ka intriguar ajo pjesa që ka bërë ilustrimet për librin e Mitrush Kutelit, Tregimet të moshme shqiptare. Përgëzime profesor dhe mirë se erdhët në Tetov. Mirë se u gjeta dhe ju falenderoj shumë për mikpritjen, të ishte një gjë e shkëlqyer. E ndjej këtë vazhdimisht edhe kur vini juve në Tiranë, kur shkojmë në Prishtinë, dhe është të them një nga evenimentet më të bukura që bëjnë shkollat tona. Unë do të dëshiroj të kishte edhe një 10 akademi tjera, që ura të kishte një 10 harqe, e kupton që të kishim mundësi të shkëmbejshim me një tjetër, por 3 është një numër i fortë edhe simbolik edhe i përfshin të gjitha. Ma thanë që profesor Gazin e keni shumë patriot. A është kjo arsyeja pse jeni sot këtu apo? Më kupton ashtu duke siguruar gjithë pjesa tjetër për jashtëtarë. Unë jam midis të tjerëve, e dua vendin tim siç e duan të gjithë juve. Njësoj e dua edhe, por dikush e demonstron në një mënyrë dhe ai duket. Kupton, një tjetër ka shumë të heshtur, është introvertiv edhe nuk shfaqet. Megjithatë, sigurisht unë mendoj që në çdo vend qytetari i një vendi patjetër që me vendin e tij është shumë i lidhur, është një kordon umbilical që i lidh të dy, edhe nuk mund ta kpusish dot. Ose këtë gjë të paktën unë e kam shumë fuqishme. Dhe kur më thanë që do vish në Tetov, se mund të mbash edhe një bisedë, një ligjat për një bisedë çfarë do. Në fillim u hutova sepse mund të kesh shumë tema. E kupton, mund të flisja edhe për krimtarinë time, mund të flisja për krimtarinë e kolegëve të mi. Po thash jo, e vetëm gjë e cila i bashkon të gjithë është pikërisht ai fondi i artë, ai libri i madh, ai libri i shenjtë që neve akoma nuk e kemi përmbledhur për të quajtur, si po thon, libri i madh i shqiptarëve. Edhe thash, ky është rasti që të paktën ato mendim që kam dhe që kam thënë për intervista ta përçoj dhe njerë ke vlezë dhe motra dhe mija, ose neve jemi të një familje, dhe themi, neve ne intereson, e thash që ky do ishte momentin më i mirë për ta thënë të gjë. Edhe nesër e kam të bisedë. Nuk e di, kam pak tension, kam pak anë, kam dhe shumë dashuri për ta thënë. Shumë bukur. Ne mezi presim të dëgjojmë nesër në fakt, por tema që për cilën ke vendosur të flasësh ka të bëjë me legjendat, me përqasjet midis popujve, nuk e di si dukemi në këtë aspekt, në shqiptare? Ne i themi atyre ballada dhe legjenda, dhe popujt e tjerë, të cilët kanë ndërtuar libra e tyre, kanë qenë në thonjza pak më të shqiptë se neve. Ata i quajnë ngjarje të vërteta dhe ngjarje të shenjta. Dhe duke qenë ngjarje të shenjta, njerëzit janë se të kapur në një kurth. Dhe neve na kanë ngjerë si fletë historie për të vënë në gjumë fëmijët, quhen si gjëra të cilat janë të një të kaluara që nuk i përket. Në fakt unë mendoj tjetër gjë. Unë them ne duhet të përmbledhim, dhe duhet të krijojmë një libër të tillë që pavarësisht nga besimet që kemi ne shqiptarët, po presidenti kur ta vër dorën ta vër mbi librin e madh shqiptarëve. Ose shqiptarët dhe ta quajnë librin e shenjtë shqiptarëve. Dhe gjithë ai material të cilën brenda një ore gjysmë që do ta tregoj nesër dhe si më thënë ato si është në sinkron me gjithë librat e tjerë, mitet, balladat e tjera, sakrifica apo personazhe të cilët ne i kemi pothuajse njësoj. Nesër unë të dëshirë kisha. Kam kohë që e them në për intervistat në Tiranë, kam kohë që e them me studentët e mi, kam kohë që e them në për takime. Janë shumë entuziast njerëzit,
por sigurisht jeta e përditshme pastaj fillon edhe krijon atë cipën e plurit edhe fillon dhe harohet kjo pjesë për ari që është. Po unë her pas here e gërmisht që ta nxjerr atë pjesë. Profesor, besoj që është një goxha sfidë në këtë kohë që po flasim, studentëve tu tregosh rëndësinë që kanë mitët dhe legjendat. Dhe besoj që sfidë më vete është po ashtu edhe puna e ilustrimit të këtyre miteve dhe legjendave. Që ju e bëni mjeshtërisht, më duhet t'ua them këtë. Shiko, unë ato i kam bërë ilustrime kur kam bërë Akademinë e Arteve. Do nga që gati në moshën e studentëve sot. Unë kam marrë edhe ilustrimet që kam bërë atëherë për tregimet e moshës shqiptare që ka bërë Mitrush Kuteli. Sepse të lexosh librat, balladët dhe legjendat origjinale është çike vështirë, se edhe gjua është pak më e rëndë, është një çik gjuhë krajinore, dhe njerëzit kanë vështirë. Të gjithë atje hedhin syt. Mi po Mitrushi e tregon aq bukur dhe e shqipron aq bukur, saqë është legjendë në vetë, është balladë në vetë. Dhe unë duke bërë për shembull një bisedë me vizatimet e mia, ato janë sebebi, ato janë shtysa që mund të ndërtojë gjithë ligjëratën time. Se unë nuk se kam dërmën të tregoj shkos se si ka burën ato, sepse ka dhe piktorë tjerë që janë marrë edhe përpara me edhe pas meje. Por me që se mu më rasti për ta shpërfaqur se si unë kam lënë dhe një gjurmë, do më për legendat, që unë se kam pas besu që ai libër do ishte një libër me shumë ngjarje. Ai u bë me ngjarje gjatë gjithë kohës. Atje në një diçka e bukur. Uroj që të duan këtë që kam në kokë ta jap pa mbetje, ta e pastër, ta e transparent. Dhe të përcjellët tek studentët, dhe ke kolektivin. Ishte një diçka e bukur që the, që mbase nuk e kisha menduar ndonjëherë, që ky libër ka mbritur dhe në diasporën shqiptare, dhe secilin nxënës në diasporën shqiptare në bank ka një shok të huaj dhe legjendat tona do përcillen edhe te popujt tjerë. Ajo ishte një nga gjërat, unë për shembull kam marrë çmimin e parë kur kam bërë këtë. Janë në galerinë kombëtare, është përkthyer në italisht. Dhe plus çmimin e krejt publikut, lexues. Po gjëja më e bukur është pikërisht kjo që thatë tash, që libri është ndërtuar në 2 gjuhë. Edhe unë gjithmonë e kam krahasuar me atë momentin e gjenarit gramofonit që merrnin pllakën, dhe nga njëri ishin këngët shqiptare, nga ana tjetër ishin këngët fashiste italiane. Mi pa e përçonte, e kupton gjithë kulturën e tyre. Do ata bën një marifet shumë të squt për ta përcjellë kulturën. Ajo që thej, që ai nxënësi, atje në bankë, nxënësit janë kurioz. Dhe të them jam me fatë, se gjën e parë që të shohin ilustrimet, se libri s'ka për të lexuar, ka të zënë masi jave. Dhe aty mund të jetë një kontribucion më që ata dëshojnë që fëmijët shqiptarë, të vinë nga një vend me një pasuri jashtëzakonisht madhe, pothuajse siç e kanë ata, pa e tepruar fare. Besoj që janë pëlqyer të gjitha në bisedat që keni pasur, që besoj që shumica prej tyre kanë përcjellur, e interesuar shumë për librin Tregimet e moshme shqiptare. Keni pasur dhe një takim me Atalanta Paskun, me të bijën e Mitrushit, Mitrush Kutelit. Përndryshe ajo ka qenë shumë shpesh këndej në panajiret që mbanim ne këndej, kam takuar tashmë e ndjerë fatkeqësisht. Profesor, është shumë kënaqësi që të kemi të tof, do të kishim dashur të kishim më shpesh, edhe të ligjëroja para studentëve. Unë thash të mësojnë diçka, sepse nuk është që s'kan prej kujt mësojnë këtu, kanë shumë profesor të mirë, por megjithatë një përvojë ndryshe shumë e bukur. Kjo ura me të harë që pikërisht këtë qëllim. Bie fjala, neve do vinin këtu, edhe dekanët tanë, rektorët tanë do firmosin një dokument për bashkëpunimin e dy shkollave. Edhe unë gjeta rastin i tash, ne po shkojmë që të bashkëpunojmë për shkollë, po atëherë ne do bëjmë dhuratë 3 kokë allëqive të skulpturave klasike, që janë origjinale nga muzeumi, për t'ju bërë dhuratë shkollës së Tetovës, sepse nuk i kanë. Dhe kjo ishte ndihma e parë që kam dhënë me ardhen e parë time, dhe jam shumë i kënaqur domethënë që e kam mbajtur fjalën, se kam dhënë të fjalë kur kemi qenë në Prishtinë. Faleminderit shumë. Besoj që krejt shqiptarët këndej nga Maqedonia që janë, duan shumë të takojnë një patriot si ju, sepse ndonjëherë na duhen prova atë dashurie më shumë se sa veç fjalë, ju keni dhënë përmes pikturës tuaj. Ti po thua që patriotët të tregojnë një patriot. Edhe në fakt desha të citoja edhe një diçka, një citat shumë i bukur i juaj lidhur me pikturimin që thoni pikturoj për të kapërcyer mungesat, boshllëqet, honet, kështu diçka nëse ju citoj sakt. Edhe ishte shumë e bukur apo? E di, po kjo
Do dhe njerë kajtë të flasim bashkë, nuk është dajtë e thjeshtë, se nuk do dhe të keq kuptohen. Po kjo që the, kjo që kam thënë dhe që po e përsërit është e vërtet. Edhe dëshiron ta mbyllim këtu, shumë i lodhur, por ju falenderoj shumë për kohën që ndat. Sepse do që të zhvillohet ajo gjë, e kupton se si nga mungesa lind krijohet një gjë. Faleminderit shumë. Lutem.